ekziston doktrina e supremacisë kushtetutës, do të thotë gjykata deri sot e ka mbrojt e përsin e kushtetutës përkundër që tha sharjeve, fyrjeve, goditjeve, kërcënimeve. Vitin e kaluar mund të them që është i pashembullt, i kanë terrorizuar gjyqtarët, për fat keq në atë terrorizim kanë marrë pjesë edhe ish antarë gjykatës kushtetuese, në mënyrë më primitive, do të thotë i kanë sulmuar ish kolegët e vet. Edhe në kohën time, ju e dini, masi kanë kryer mandatin disa antarë gjykatës kushtetuese nga fakulteti juridik, me emër, me mbiemër, kanë sulmuar, që është, do thotë, e papranueshme, është jo etike, është mungesë etikës bazike. Unë besoj që gjykata kushtetuese mas çdo krize që ka vendosur, që ka zgjidh, e ka atë që thash fillim, e ka juridifiku qatë problem. Për shembull, formimi i qeverisë është kornizuar, është pastër siloti. Zgjedhja e presidentit, roli dhe pozita e presidentit është fut në korniza qarta kushtetuese, mund shkruhet monografi për dy këto kuvendi, po ashtu roli dhe pozita e kuvendit. Prej as deri